Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Për sa i përket pyetjes së dytë që lidheshte me pjesën e fermerëve, nga dhënat më të fundit që kemi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kemi vërejtur që ka një rritje të numrit të faturave të lëshuara nga përpunuesit apo grumbulluesit drejt fermerëve me NIP, ka një rritje me mbi 23%, sipas informacionit që kemi marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerëve me NIP arrin në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimsi, i cili do të zgjasë deri në fund të muajit qershor dhe pastaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve. Lidhje me sigurimin e detyrueshëm, projektligji tashmë është ndarë me të gjitha ministritë dhe ne jemi duke bashkërenduar me ministritë në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 muajorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm. Për sa i përket ecurisë së shpenzimeve, shpenzimet buxhetore në fakt kanë ndjekur një trajektore të qëndrueshme. Për 4 muajorin e parë të këtij viti, niveli i realizimit të shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 95.2%, totali shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 222 miliard lek. Për sa i përket krahasimit midis dy periudhave, pra 4 muajorit të parë të këtij viti me 4 muajorin e parë të vitit të kaluar, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore në masën 6.3% më shumë, pra gjatë këtij 4 mujori, dhe përkthyer në terma monetar janë rreth 135 milion euro më shumë të shpenzuara për gjatë këtij 4 mujori. Në lidhje me referencat, mund t'ju them që grupi punës është ende duke punuar. Procesi është më kompleks nga sa e parashikojmë, pasi është një proces që përfshin edhe bashkitë. Ka një diskutim intensiv me grupin e punës dhe besoj që në momentin që do të kemi gati këto çmime reference, do t'i ndajmë me ju. Megjithatë, më duhet të them që ky proces nuk e pengon procesin e rivlerësimit, sepse nëse ka individ të cilët duan të bëjnë rivlerësimin e pronës, edhe në ato zona ku nuk kanë dalë ende çmimet e referencës, ata mund ta bëjnë me një vlerësues privat, ku ju përcaktohet çmimi i pronës së tyre dhe mund të bëjnë